Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do t'jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot shënon 2 nëntor dhe ne kemi përgatitur disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni. Nëntor. Ngjarje 1930. Haile Selassie u kurorëzua perandori i Etiopis. 1936. U themelua CBC. 1952. Krijohet qyteti me Maliaj. 1959. Hokej në akull. Portieri Jacques Plante, pasi u qellua me tak në fytyrë, u kthye në lojë të luaj me maskë për të mbrojtur fytyrën. Për herë të parë u përdor maska në hokejin profesional. 1965. Norman Morrison i vuri vetes zjarri në shenjë proteste kundër përdorimit të lëngjeve djegëse në luftën në Vietnam. 1982. Filloi transmetimi i Channel 4 në Mbretërinë e Bashkuar. Lindje 1795. Lindi James K. Polk, presidenti i 11 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1865. Lindi Warren G. Harding, presidenti i 29 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1910. Lindi Tefta Tashko Koço, këngëtare lirike dhe muzikës qytetare shqiptare, artiste e popullit. 1935. Lindi Bilal Xhaferi, shkrimtar shqiptar. 1965. Lindi Shah Rukh Khan, aktor indian. 1965. Lindi Lyn Nontaje, shkrimtare amerikane. Vdekje 1989. Vdiq Afrim Xhitia, dëshmor. 1950. Vdiq George Bernard Shaw, shkrimtar irlandezo-anglez. 1975. Vdiq Pier Paolo Pasolini, aktor filmi italian. 1975. Vdiq Besim Korkut, letrar bosnjak. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Tefta Tashko Koço, e cila është një këngëtare e shquar lirike dhe artiste e popullit shqiptar. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Tefta Tashko Koço u lind në Fayum të Egjiptit, e bia e frashërlliut Athanas Tashko dhe Eleni Zografit, më e vogla e 6 fëmijëve, të vendosur në Egjipt pas disa ecejakjeve. Familja Tashko çeli aty në kafene edhe më pas një hotel. Deri më 11 vjeç Tefta në shtëpi fliste shqip dhe jashtë saj arabisht. Me vdekjen e të atit në 1915, familja e tij kthehet në Korçë në vitin 1921. Në Korçë kemi aktivizimet e para të Teftës si këngëtare dhe data 26 qershor 1926 mbahet si koncerti i saj i parë në publik. Në shtator të vitit 1927, Tefta me gjithë familjen vendosën në Montpellier, Francë, ku ajo filloi edhe studimet muzikore, për t'i vazhduar ato me sukses në Konservatorin Superior të Parisit. Në vitin 1930, Tefta bën incizimet e para muzikore pranë shoqërisë diskografike Pathe Paris, si pjesëmarrëse në grupin e këngëtarit të shquar të polifonisë Himariote Nacho Mukot. Me përfundimin e studimeve, Tefta kthehet në Athe, ku me 26 nëntor 1935 shënohet edhe koncerti i saj i parë si këngëtare profesioniste në Shqipëri, koncerte të cilat ajo i dha në shumicën e qyteteve shqiptare. Pikërisht në këto vite, Tefta futi në programet e saj krahas arjeve lirike të autorëve të shquar botëror si Mozart, Gounod, Schubert, Verdi, Donizetti, Pergolesi, Bellini, Puccini, Rossini e tjerë, dhe këngët popullore shqiptare, si pjesë integrale e kulturës muzikore popullore shqiptare. Ja rreth 89 këngë popullore të gjithë qyteteve të Shqipërisë që Tefta i kishte në repertor, dhe rreth 36 prej tyre ajo i regjistroi në pllaka gramafone
në vitet 1930, 1937 dhe 1942 në Paris, Francë dhe Milano, Itali, ndërto po përmend Zare Trëndafile, Të duaj moj goc, E vogël, Bilbil Çapkëni, Qante Lulja Lulen, Kenke Nuri Bukuriz, As-Saman moj lule e tjerë. Sipas Hysem Files, Tefta diti të nxirrte nga kënga popullore ndjenjen e thjellë që populli kishte shkrirë në të. Një tani më faktet se Tefta Tashko i ka mbledhur një shumicë këngës direkt nga goja muzikantëve të shquar popullor të vendit tonë. Një gjë të tillë e provon edhe pjesëmarrja e Teftës së bashku me këngëtaren tjetër të shquar Maria Kraja në festivalin e folklorit të mbajtur në Firenze, Itali, me 30 maj 1939. Krahas këngëtarëve dhe muzikantëve të shquar popullor të atyre viteve si Adi Mani, Xhevat Boriçi, Kol Vjerdha, Taip Kraja, Carlo Pali e tjerë, në listën e gjatë të këngëve popullore të kënduara nga Tefta, do të bashkangjisim edhe këngët popullore të përpunuara nga kompozitori Kristo Kono, me poezi të Lazgush Poradecit, si për shembull Kroi i fshatit ton apo Kur më vjen burri nga stani. Krahas Teftës do të përmendim edhe dy këngëtare të tjera të shquara në interpretimin e këngës popullore qytetare, Gjorgjia Filja Truja dhe Maria Paluca. Në vitin 1945, Tefta këndon në operën e Beogradit me shumë sukses rolin e Mimis nga opera Bohem e Puccinit dhe atë të Rozinës nga opera Berberi Selvidjes e Rosinit. Në vitin e fundit të jetës ka qenë vazhdimisht e sëmur, ndërroi jetë në moshën 37 vjeçare. Tani do të kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për internetin. A i dini fillimet e internetit? Si shpikja më e madhe e njerëzimit pas rrotës dhe zjarrit, interneti po transformon gjithnjë më tepër jetën e njeriut. Transformimi i cili për nga rëndësia e tij po kthehet në një përdorim të domosdoshëm. Interneti prej vitesh mundson komunikim të shpejtë të individëve, organizatave, mediave, qofshin vizive apo të shkruara, duke u kthyer në enciklopedinë më të madhe të botës moderne. Ai është një rrjet i rrjeteve që përbëhet nga miliona rrjete private, publike, akademike, biznese dhe qeveritare me fush veprim lokal deri në global, të lidhura me një koleksion të gjerë elektronik, wireless dhe teknologjitë e rrjeteve optike. Interneti mbart një gamë të gjerë të burimeve të informacionit dhe shërbimeve, të tilla si dokumentet e ndërlidhura hypertext dhe aplikacionet e World Wide Web, posta elektronike, telefoni dhe rrjetet peer-to-peer për file sharing. Fillimet e internetit i përkasin viteve 60 si përpjekje ushtrisë amerikane të lidhte një rrjet dhe network bazat e saj nëpër Amerikë. Më pas filluan universitetet me njëra tjetrën dhe më vonë universitetet shërbyen si ISP për studentët dhe profesorët, kjo me qëllim që të bëhej një shkëmbim sa më i madh informacioni. Rreth viteve 70 filloi te komercializimi i internetit, por mund të dërgohej vetëm posta elektronike dhe në atë kohë ishte një shërbim tepër i kushtueshëm. Zanafilla e idesë për ndërtimin e rrjetit rrjedh nga koha e luftës së ftohtë deri në vitet 60. Si iniciator të këtij rrjeti janë strukturat ushtarake të SBA-s, që në fillim të viteve 60 ushtarakët amerikanë mendonin se si t'i mbronin informacionet e tyre edhe në raste të një sulmi atomik nga kundërshtarët. Si zgjidhje më e mirë e këtij problemi shikohej një rrjet elektronike. Në këtë rrjet duhej që të njëjtat të dhënat të regjistroheshin dhe të shpërndaheshin nëpër kompjutera që ndodheshin në distancë. Në rast të ndryshimeve te këto të dhëna duhej që ndryshimet të bëheshin në të gjithë kompjuterat e lidhur në atë rrjet. Secili nga kompjuterat e lidhur duhet të komunikonte në disa lidhje me kompjuterat e tjerë. Vetëm në këtë mënyrë ishte e mundshme vazhdimësia e komunikimit në rast të shkatrimit të ndonjërit nga kompjuterat ose shkëputjes së ndonjë lidhje. Por në vitin 1964 forcat erore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës angazhojnë firmën Rand Corporation për ndërtimin e projektit të quajtur rrjeti decentralizuar. Kjo firmë nuk u angazhuar për atë që ne sot e njohim si paraardhës i internetit. Për shkak të shumë vështirësive, ky projekt nuk u realizua. Vit ideja për një rrjet të decentralizuar ku mbajtja e të dhënave bëhet në formë paketash mbeti një ide në letër. Qendra shkencore Advanced Research Projects nga viti 56 shërbente për zhvillimin shkencor për ushtrinë amerikane. Vendosi që në 1966 të ndërlidh rrjetin me llogaritsin ARPA. Në këtë rast ideja për rrjetin e decentralizuar u zhvillua dhe më tej dhe mori një formë paksa më të kuptueshme. Në vitin 1969 në rrjetin ARPANET ishin të lidhur 4 llogaritës. 3 vite më vonë në ARPANET ishin të lidhur 40 llogaritës. Duhet theksuar se në këtë kohë ARPANET ishte një rrjet i mbyllur. Nga ky rrjet i mbyllur ARPANET do të ndërtohej më vonë si rrjeti i internetit.
Shumica e mediave tradicionale të komunikimit, duke përfshirë telefonin, radion, televizionin, postën e letër dhe gazetat, riformësohen, ripërcaktohen apo dhe anashkalohen nga interneti, duke sjellë një shërbime të reja si emaili, telefonia në internet, televizioni në internet, muzika online, gazeta digjitale dhe faqet e internetit të transmetimit të videove. Gazetat, libra dhe botimet e tjera të shtypura po përshtaten me teknologjinë e website-it dhe janë riformuluar në blogje, burime në internet dhe grumbullues lajmesh në internet. Interneti ka mundësuar dhe përshpejtuar forma të reja të ndërveprimeve personale nëpërmjet mesazheve të çastit, formuesve të internetit dhe shërbimeve të rrjeteve sociale. Blerja në internet është rritur në mënyrë eksponenciale për shitësit e mëdhenj, bizneset e vogla dhe sipërmarrësit, pasi mundson firmave të zgjerojnë praninë e tyre të tullave dhe llaçit për të shërbyer një tregu më të madh apo dhe për të shitur mallra dhe shërbime tërësisht online. Shërbimet nga biznesi në biznes dhe ato financiare në internet ndikojnë në zinxhir të furnizimit në të gjitha industritë. Interneti ka si të mirat po ashtu dhe të këqijat e tij. Për shembull, ai na ndihmon për komunikimin kur ne jemi larg njëri tjetrit. Ky është një ndikim i mirë i tij, por e keqja e tij është se sa më shumë kohë kalon, aq më të varur përbëhen njerëzit ndaj tij. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar për ditën e enjte. Territori shqiptar për ditën e enjte parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, me rreshje shiu që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 8 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 21 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond në drejtimin jugor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 2 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 14 deri në 19 gradë Celsius. Kukës 8 deri në 11 gradë. Peshkopi 11 deri në 16 gradë. Tiranë 15 deri në 20 gradë. Durrës 17 deri në 20 gradë. Kavaj 18 deri në 20 gradë. Elbasan 14 deri në 19 gradë. Berat 14 deri në 18 gradë. Korç 8 deri në 12 gradë. Vlorë 16 deri në 21 gradë. Gjirokastër 12 deri në 17 gradë. Sarandë 13 deri në 18 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën e enjte. Territori i Kosovës për ditën e enjte parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm, me diell dhe vranësira kalimtare që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 8 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 18 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic 11 deri në 16 gradë Celsius. Podujev 10 deri në 16 gradë. Skënderaj 11 deri në 16 gradë. Pej 11 deri në 16 gradë. Prishtinë 11 deri në 17 gradë. Gjakov 12 deri në 18 gradë. Malishev 11 deri në 18 gradë. Gjilan 8 deri në 17 gradë. Ferizaj 10 deri në 18 gradë. Kaçanek 10 deri në 17 gradë. Prizren 11 deri në 18 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do të takohemi sërish nesër në të njëjtën orë. Ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vim të Drita Televizion, si dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si dhe në websajtin ton drita.tv.